Samiti Irani i Lirë 2025 në Paris dhe mbështetja e parlamenteve ndërkombëtare për rezistencën iraniane. Të shtunën, më 31 maj 2025, konferenca e dytë e serisë së samiteve Irani i Lirë 2025 me titull Përpara drejt një Republike Demokratike u mbajt në Paris. Kjo ngjarje u zhvillua me pjesëmarrjen e personaliteteve të shuara politike, përfaqësuesve të parlamenteve evropiane dhe aktivistëve të drejtave të njerëzit nga e gjithë bota. Ky summit, në vazhdimsi të konferencës së mëparshme të mbështetur nga parlamentet e Mbretërisë së Bashkuar, Irlandës, Maltës dhe Gjenevës, theksoi mesazhin e unitetit për përmbysjen e diktaturës dhe vendosjen e një republike demokratike. Fjalimi i Mariam Rajavi, një vizion për të ardhmen e Iranit. Mariam Rajavi, si folësja kryesore e samitit, në fjalimin e saj ju referua situatës kritike ekonomike, sociale dhe politike në Iran. Ajo theksoi se regjimi në pushtet po përballet me çekuilibrime të shumta në buxhet, energji, ujë, energji elektrike, gaz, ilaçe, bukë, arsim, shëndetësi dhe transport. Sipas saj, këto pranime bëhen për të frenuar zemërimin e popullit të revoltuar. Ajo gjithashtu vuri në dukje rënien e ndikimit të regjimit në rajon dhe tha, gjatë vitit të kaluar, fuqia e regjimit të mullave me 100.000 forca luftarake në bazën e tij kryesore 40 vjeçare, Sirin, u shkatërrua plotësisht. Forca e tij strategjike përfaqësuese, pavarësisht arsenalit me 150.000 raketa, u dobësua në mënyrë të pariparueshme dhe krahët e tij luftarak dhe terroristë në Irak u heshtën dhe u paralizuan. Zonja Rajavi theksoi gjithashtu nevojën për një zgjidhje alternative nga populli iranian dhe tha, çështja e Iranit ka vetëm një zgjidhje. Kjo zgjidhje është në duart e popullit dhe rezistencës iraniane. Terrorizmi shtetëror dhe luftënxitja e regjimit në rajon kanë vetëm një zgjidhje, dhe kjo është ndryshimi i regjimit nga populli dhe rezistenca iraniane. Pjesëmarrja e personaliteteve politike dhe mbështetja ndërkombëtare. Samiti pa praninë e personaliteteve të shuara politike nga vende të ndryshme, të cilët shprehen solidaritetin e tyre me popullin iranian dhe aspiratat e tyre demokratike. Përfaqësues të parlamenteve evropiane, aktivistë të drejtave të njerëzit dhe figura politike në këtë ngjarje mbështetën rezistencën iraniane dhe programin 10 pikësh të Mariam Rajavi përmes fjalimeve të tyre. Ata theksuan nevojën për të mbështetur rezistencën iraniane dhe për të ushtruar presion mbi regjimin aktual për të ndaluar shtypjen dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit. Mbështetja e gjerë e parlamenteve evropiane, veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuar, Irlanda, Malta dhe Gjeneva në konferencën e parë, 18 maj 2025, si dhe mbështetja e parlamenteve të Italisë, Norvegjisë, Gjermanisë, Holandës, Islandës, Argjentinës, Kostarikës dhe Moldavisë në konferencën e 31 majit të Iranit të Lirë u vlerësuan si një shenjë e legjitimitetit ndërkombëtar të alternativës demokratike. Samiti i dytë i Iranit të Lirë 2025, me mbështetjen e parlamenteve evropiane dhe transmetimin e gjerë mediatik, dërgoi një mesazh të qartë për botën. Populli iranian është i vendosur në rrugën e përmbysjes së diktaturës dhe vendosjes së demokracisë.